Mirë se erdhët të dashur Akrepër në letrat rrethejnë, jam Diana, do bëj leximin e radhës për ju. Dhe për pyetjet kur hapa letrat ishte njësoj siç bëra herën e kaluar. Çfarë na pret në këto ditë të ardhshme apo javën që po vjen? Të dashur, letra e parë është çfarë po vjen? Me këtë letër vjen një ndjesi plotësimi, por jo domosdoshmërisht e qëndrueshme. Mund të jetë një moment i bukur emocional, një lidhje që të jep ndjesi, kënaqësie, ose një situatë që të duket e plot në sipërfaqe. Dikush afrohet dhe të jep ndjesi të mirë, por nuk zgjat. Një situatë që duket perfekte, por ti ndjen që diçka mungon, ose një qetësi që është më shumë rati se sa stabilitet. Të dashur Akrepër, jo çdo ndjesi e mirë do të thotë që është e drejtë për ty, apo është e duhura. Letra e dytë, ku duhet të keni kujdes të dashur Akrepër? Këtu del ndjesë, këtu del shumë qartë, dikush po luan me situatën. Mund të jetë manipulim i fshehtë, gjëra që nuk thuhen hapur, ose një person që nuk po të tregon qëllime real. Shembuj konkret që mund të jap nga letra është, mund të jetë dikush që të mban afër por nuk të hapet, një situatë ku ndjen që diçka nuk është në rregull, ose një lojë mendore që të lodh. Kujdes të dashur Akrepër, mos beso vetëm atë që të thuhet, shiko çfarë bëhet realisht. Letra e tretë, mundësia që po vjen, këtu vjen në një lloj përballje, mund të ketë debat, tension ose një situatë ku duhet të mbrosh veten. Shembull konkret që mund të jap është një bisedë fortë që të nxjerr të vërtetën, një konflikt që nuk mund të shmangësh, ose një moment ku duhet të vendosësh kufi. Kjo nuk është negative. Besoni, është pastrim. Kush do nga ne të qëndroj një situatë as mish as peshk? Kush do nga ne të mos dim çfarë është, me lojra, me manipulime, me mashtrime? Gjithë duam të dalim në pastërti. Qoftë ajo edhe e dhimbshme, dua të largohem nga çdo gjë që më mban në një iluzion, të dashur Akrepër, dhe kjo është pastrimi juaj. Letra e katërt thotë çfarë duhet të bësh konkretisht. Këtu është pika kyçe, qartësi. Duhet të shikosh çfarë është realiteti dhe çfarë është iluzion për ju. Çfarë po imagjinon dhe çfarë po ndodh vërtet. Dhe ku po humbesh në mendime apo në dëshira, ta them ashtu. Mos idealizo një person që nuk po të jep atë që do. Mos u kap pas një skenari që vetëm ti e sheh dhe asnjë tjetër. Zgjedh atë që është reale, jo atë që të duket e bukur, në të ardhmen mund të bëhet ashtu. Pra, iluzioni po të mban në vend qartësia të që përpara, siç e thash dhe përmenda që parë. Letra Oracle tregon një pengesë reale para teje, një situatë që nuk po lëviz lehtë ose një vonesë që po të teston durimin. Kujdes mos u shty me një mur, me kokë, mos harxoj energji aty ku nuk ka hapje, dhe prano kur diçka është e bllokuar apo kur diçka nuk funksionon. Pra, ditët që po vinë të dashur Akrepër janë për të parë të vërtetën pa filtra. Çfarë po duket bukur, por nuk është e qëndrueshme. Kush po luan dhe kush është real. Ku po harxhon energji kot. Pra, mos u humb në iluzione. Realiteti është ai që të jep drejtimin, të dashur Akrepër.